Që me grue, thëshe që ka perunat veran telefoni, qëre sa 7 në ka orë. Sen që e pagun tybe në ka. Edhe du me thira ta marë me hikë se tybe së në dëroj mashtu. S'ka që e pagun. O tybe në hike, as njetë nuk e ki. Krejt kanë marrë vesh që kena bo telefon, e ti që ta shti pe hjek. A që atë shumë shtrajtë orda? Pa qësë orë, penzije jam tybe në mshilë. Më hedhë menja me uqu me morë që kishën e madhë me thyjë me botë, sa për më cëpë atë telefon. Se mëre me thy, po i tybe në theve as njetë se ki. Edhe zdi qka pe jebë zërë, qka e sa raku që kështu. Po ty zotë shpije nuk je, ma ati njeri. Ajo zoja që u orë që tashti. Ka pe kitë zarë, jepja asojna, ne ta pagun. Ajo edhe ashtu tha krejt poret mi jep një muë. E në koft me ja dhon krejt poret, edhe krejt fakturat që ka të vinë me ja pagu, asojna kina me ja dhon. O, heq mësoj se 2-3 herë pro më hedhë ke mene më uquë me ngëri zhaksu në përrut. Se pasha din në i mund që e kotur kësë qëmë të mujtë me bojt asë një tërë. Ama kitë sarfë. One ja jepi, tutë si të caftë. Po ti nën e ki? Qka pi tutësh? E nishe? Qysh jo thaj ke dje? Edhe ty, edhe Remzis, djem të mi. Unë jep vetë. Nuk o e nona jeme. Hiq mësoj. Ja, ati njeri. Qysh se ki nën? Edhe ato nona e madhe bile dësh me thirë. Si kur krejt që ja ka nis me thirë. Hu me i pas, sot në 6 në sabah, si kur me konë në shtri. Vlejshin, a ba. Tu ngo e tu dollë se ajo ju ka thonë mu që në 6. A që sa vjetë nana e vetë, mytë në tu i thirë, as njës livretke. Edhe për çka i thirë shaune? Me hongër buk. Shumë mirë tu javë bo. Se një me pse si keni pas lanë krejt punë, kush nuk punoj ke këtu. Për që ata mire ko. Leja lajle plokë. Se pasha zotin që më ka folë hurë, këna më bo me ta. E mo hesun për bojsha bre? A ga gjema mujte? Po, ka dole. Jo, po mirë të kosh bre kur qohet dikush në kom për ty. Pasha zotin ofisnike, tëri që tash. Hisha e dalsha kush venis lujke asë së mpajshin bile, si me konë e i thmi. Po që tash pesha që mirë të kosh puna, e Gjemal kapitoni he. Nana e madhe, që edhe që të zarfë, se i shardë me pagu telefonin. Edhe valla bëllë shtrejt i shardë. Sta ka shtrejt zdip se pi një kiamet. Jo type. Qëre ti djallë jam, mere që të zarfë, meri qëto pare t'jep nona, e mes harrëm i pagu. Shko paguje, se tybe me harru ta këpusin. Ja, pasha zotin që më ka folë bëllë shtrejt i shordë. E din boba që aty në karrik e këmërujt, pa pet i shordë shtrejt më zveteq. Ha djallë jam. Mëse bërë një kiamet. Po, gjinte huj nuk je nërë me folë. Kanë folë gjinte 2 shpijave. Edhe me dvetë kanë folë. Mas nej edhe sefte sa u bo telefoni, vine mësohen e nalin pak. Po, unë s'kam qef me t'pa mërzisht ty. Edhe unë i thash, mu së mërzit ka të shumë, se ty be infrakt ketë u morë.
Shumë e mur nga të zemre kë. Po pse ty be djali jam? Në këtë shpi ka kush merr infarkt. Sa m'ki mu nonën e madhe edhe baben tanë, s'kam qef me pa mërzitësht. Hiq. Për mu mërzit e me bajt gajle, jemi na. Jo, veç me ngu. Pushkesh kjo. Pasha Zotin, jo veç që mbon jog, po qësh që ja ka njës edhe mret kësmet ka më mbon. Kisha pas në fak si hovi. Se be bo po thua ashtu. Po dhe nuna ju në bëllë miru kun. Ani kisha pas në fak si hovi. Sa është, këtë po duket ajo? Nuk thash ashtu, jo. Po, a përshe kjo, ja kish onën edhe shumë e zoj. A përshe për 2 javë dit i ka këthy krejt shpinë marë. Po i vëllohe bo, nashta ty po duket që u këthy gjithë shka marë. Se sen, une nuk jam të po për 2 javë që i ka ndryshu diçka.